Isa Boletini ishte njëri nga figurat më të rëndësishme të rezistencës shqiptare në fillim të shekullit 20. Ai u bë simbol i trimërisë dhe përkushtimit për lirinë e trojeve shqiptare dhe pavarësisë së Shqipërisë. Gazmend Boletini është stërnipi i Isa Boletinit, i cili prej kohësh kujdeset për historinë e familjes Boletini. Ai thot se heroi shqiptar i ka pasur gjithsej 14 fëmijë, 9 djem dhe 5 vajza, të gjithë të shkolluar në shkollat më të mira jashtë shtetit. Në fakt, mbrenda janë fotografi të cilat tregojnë për jetën dhe veprën të Isa Boletinit. Jetën edhe ashtu qysh familja dikur ishte zhvilluar në mënyrë ekonomike. Në fakt e kemi vetëm foto e vitit 1923, sepse me ardhen e familjes tonë në Boletin nga fshati Sneq, do të thotë familja është marrë me njerë me biznes, qysh nga stërgjyshi Isës Hajdari, pastaj ka kalu ke gjyshi Isës Morseli, baba Ademi, e kryesisht pastaj te Isa dhe djemt të tij, që kanë vazhdu këtë traditë biznesore të familjes. Gjyshi jam është djali 7 i Isës to, Faiko. Gjyshi pra ka kryer Akademinë Ushtarake në Novi Sad, derisa ka qenë Austro-Hungaria në pushtet, për ndryshe në malet tona këtu në Shal Bajgurës, bashkë me nipin Jusufin, kanë qenë në grupin e famshëm të Shalës Bajgurës, ku ka qenë Ukshin Kovacica, me Celaci, grupi tjeri famshëm, dhe me 17 prill vitin 27 janë vra komplet grupi. Dhe pas një javë, pushtetja e tërshëm, i tërhekin kufomat e krejt këtij grupi kanë ekspozuar qytet Mitrovicës një javë ditë rresht. Jemi të katin përdhes në vendin ku është edhe dhoma me fotografi e pajisjeve, kryengritjesh përgjithshme, çlirimi i Shkupit, kuvendit historik Vlorës. Prandaj edhe flamuri i Isa Boletinit, i cili është nga viti 1910, këtu flan mas shumti në këtë pjesë. Për arsye kjo është flamuri që ne ka udhëhequr në të gjitha betejat e tij gjatë jetës së tij. Dhe për këtë flamur është për kujdes shumë nipi i tij, Tafil Boletini, pak para largimit për Shqipëri vitin 63, flamurin, foto e shumë sene shkrime i kalon të baba Gjaviti, babi jemi ndjerë, pastaj baba i ka kalu keon, duke pa interesimin e madh, edhe sot e kemi këtu në Boletin, ku mas shumë të i pushon shpirti i këtij flamuri. Në fakt, këtë flamur, në kryengritjen e përgjithshme, e ka përdor fillimisht edhe në kuvendin e Unikut, që është organizuar nga Sam Prishtina në 21-25 maj, dhe me 30 qershor këtë flamur e ka ngrit në Vesekovc para se të ngrihet në Vlorë. Dhe pastaj edhe në Vlorë, në kuvendin historik ka pas me të, dhe Tafili ka rujt me përkushtim të madh. Edhe pjesa tjetër është Xhamadani, cili është punu nga vetë nana Isës, nana Ajshe, edhe sot është në gjendje të mirë, e në kohën e regjimit tegër komunist, kur familjen e maltretojshin, e burgoshin edhe bëjshin, dhe atëherë kjo Xhamadan nga vitet e 10 është dorëzuar nga vetë familja në Muzein e Shtetit Mitrovicës. Gjendja saj është e mirë dhe pas lufte kemi marrë me babën prapë dhe vërsel këtu në aty ku e ka vendin. Edhe shumë gjëra personale, shkrime, fatë të cilat janë akoma të pandërqume dhe pa publikume, besoj që do t'i sjellin këto dhe për fëmijët tanë të jetë një trashëgimi, i cila me të vërtetë e meriton ky vend, sepse ka namin e vet. Prandaj edhe ajo pjesa ndej, ku është Isa me bashkëluftarët e vet, është edhe fotoja vetme nga Petro Dimitro, ku tregon për momentin e hyrjes të Isa Boletinit në Vlorë, në qarkun e vjetër të Vlorës. Ky pixham ju është dhënë dhuratë Isa Boletinin nga një mik i tij këtu në fshatin Vllahi, ku është përballë nesh Jashar Begu, është edhe një xheze që nja ka dhuruar Isës, edhe është rujt nga familjari vet me përkushtim të madh, edhe na ka sjell prapë
është pyetje për Axhen Shashivarun. I thamë Axhen Shashivar Bego është një koleksionar i madh i rrutjeve, gjërave të vjetra të asaj kohe. Se jam shumë i vogël, krahasim për veprën çfarë kam bërë familja jonë. Kjo është vetëm një vazhdimsi, një rrugë, se dhe ne kemi qenë në ndërprerje madhe në kohën e regjimit komunist, në kohën e okupimit serb, dhe kjo ishte inspirimi më i madh është kur sot edhe në kalumen respekti i kombit shqiptar ndaj familjes ka qenë jashtëzakonshëm. Nuk po flas për anën të qeverive, sepse ne kemi detyru shumë herë me këtë vëmendjen këndej, sepse tani buletini nuk është vetëm i familjes, është i gjithë kombit shqiptar. Për ai prëngjaj është, nga kanë thonë shumë herë njerëzit, por me bajtat figuracionin e tij është përgjegjësi e madhe. Besom që është përgjegjësi e madhe. Normalisht krenaria ajo nuk diskutohet, po edhe krenaria të bën kur lëm punë të mira. Punë të mira dhe punë të cilat edhe tjertë mujnë me punu dhe me vazhdu këtë rrugtim. Po besoni se nuk ka qenë letë. Nuk ka qenë për mu letë, sepse gjithçka kemi fillu nga zeroja. Edhe faleminderit, doja t'i falenderoja të gjithë ata njerëz që na kanë ndihmu për këto vite, edhe në pikpamjen historike, edhe në pikpamjen materiale, sepse edhe momente kur erë që Isa dhe eshtrat e tij të kthehen në vendindjen e tij, prej atij momenti vendi ka shkëlqyer më shumë, sepse është kthy Zoti i shtëpisë, edhe në gjitha këto procese kam qenë i kyçën, madje na ka ikë një detaj, se deri dje kemi marrë edhe shumë shenime edhe dhëm të Saboletinit, sepse kemi pas mundësi edhe nga drejtori i mjekësisë ligjore, doktor Arsimi, nëse falenderoj jashtëzakonisht shumë, se ka kryer një proces të madh për mënyrë antropologjike eshtrat i Saboletinit me ekspertën e Oleksin Tarja Formistën. Dhe pas rivarimit ka filluar jeta e re, prandaj interesimi është i madh, jo vetëm për muajin e flamurit të nëndorit, por edhe ditët në vijim. Po mos të harrojmë që duhet ta falenderoj OJQ Mundësia, patjetër, një organizatë e cila ka fituar punën nga Ministria e Kulturës për funksionalizimin e muzeut. Dhe tani e 3 vite që jemi bashkë, kemi bërë aktivitetet shumëta këtë kompleks, duke filluar nga datat historike të Saboletinit, edhe datat e tjera të shënuara nga ushqimi tradicional deri tek veshja. Faleminderit gjithëve, edhe urime festa flamurit. Isa Boletini u vra në Podgorica në janar të vitit 1916 nga forcat malazeze. E tash sa kohë, kullat e boletinëve janë bërë simbol i qëndresës shqiptare.